Je si kripto kështu, kur të sheh kështu, të bën që të investosh, pastaj mund të Prandaj investove ti. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uji Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Do t'jetë një bisedë me dy të ftuar shumë special. Mbi të gjitha do t'jetë një përmbajtje që na prek të gjithëve, që ka shumë interes. Do të flasim për paranë e prekshme, por mbi të gjitha edhe për paranë virtuale. Do të flasim për kursimin, do të flasim për borxhet, do të flasim në terma më të thjeshtë për paranë dhe për mënyrën se si mund na e bëj jetën më të mirë. Do të kemi dy të ftuar në këtë episod. Së pari do të flasim me një nga njohësit më të mira në Shqipëri të paras virtuale, të kriptos, me Denisa Kelen, pedagoge, por edhe një njeri që prej kohësh tashmë jep ekspertizën e saj mbi këtë fushë. Faleminderit Denisa që je me ne. Faleminderit shumë Drini, e kam pritur ftesën me kënaqësi më të madhe, patjetër. Faleminderit shumë, ka shumë interes në fakt për këtë çështje dhe unë doja që ta ruaja për ta folur tamam me disa njerëz që e njohin shumë mirë dhe pak më vonë do të jemi edhe me Arben Malen për të folur për një tjetër këndvështrim, për atë që lidhet me sistemin bankar, me mënyrën se si kripto dhe bankat veprojnë me njëra tjetrën, por si fillim do të pyesja në territorin shqiptar, por në Shqipëri, sa i njohur është po themi monedha virtuale? Po nëse do të flas për vitet e fundit, pra nëse do marrim fillimin e kriptove, është diku te 14 vite. Vitet e parë nuk e shoh, pra unë kam filluar të flas për kripto të diku te 7 apo 8 vite më parë. Dhe 7 apo 8 vite më parë, kur unë kam dalë mediatikisht për herë të parë dhe kam folur mbi kriptomonedat, ishte një pjesë apo një fushë që pothuajse askush nuk e kuptonte. Dhe një pjesë shumë e madhe edhe e specialistëve ekonomik në atë kohë mendonin që ishte një bubble apo që është një fluckë e madhe, pra ka pasur edhe shumë kundërshti për sa i përket pjesës kriptovalutave. Ndërsa vitet e fundit, mbi gjitha këto 2 vitet e fundit, ka pasur një boom shumë të madh. Dhe unë e shikoj edhe personalisht në kërkesat që mua më bëjnë persona, qytetar. Tani, çfarë është kripto? Atëherë, kriptovalutë është praktikisht ne i themi një paraje digjitale, që nuk është se ekziston në formën fizike, pra ti nuk e prek, por është një seri kodesh apo numrash që ekzistojnë në hapësirën online ose në teknologjinë blockchain. Kripto është krijuar diku rreth viteve, pra 13 vite më parë, nga dikush i quajtur Satoshi Nakamoto, dhe është thjesht një kod. Pra është një kod i vendosur në teknologjinë blockchain, që është një teknologjitë më të avancuara, më të sigurta sot për sot për mbajtjen e të dhënave apo teknologjia baze e kriptovalutave dhe praktikisht e merr vlerën nga oferta dhe kërkesa, si çdo lloj aseti tjetër financiar. Pra, sa më e madhe të jetë oferta, sa më e madhe të jetë kërkesa, aq edhe më e lartë është çmimi, edhe ana sjelljes. Pra praktikisht funksionon në këtë mënyrë, vetëm se kriptoja ka besimin në mes, në sensin që ti nuk është se do të besosh një institucion të tretë që të bësh këtë lloj transferte. Po qëllimi, cili është qëllimi? Dalja nga sistemi financiar tradicional. Pra praktikisht presupozohet që gjithë ky grupi që ka krijuar monedhën virtuale, pra kriptovalutat, ka qenë një grup që në vetvete ka pasur një kundërshti shumë të madhe nga sistemi bankar financiar dhe donte një lloj pavarësie ekonomike. Pra në atë mindsetin e tyre apo idenë e tyre është që njeriu duhet jetë vetë banka e tij. Pra nuk ka nevojë që ti besoj një palë të tretë për mbajtjen e parave. Nëse ti do të investosh në kripto, cila është procedura, në pak fjalë? Është shumë e thjeshtë.
Fillimisht nuk e di pse të gjithëve i duket gogol kjo pjesa e kriptove, dhe unë e shikoj edhe nga pyetjet që më bëjnë. Po. I duket e pamundur që të investojnë Po. apo ta mësojnë, dhe një pjesë shumë e madhe Ka e shumë lënë edhe kurreshtje, pas këtë e dore, bërë edhe unë. kurreshtje e kanë, Po. por dhe e lënë pas dore sepse i duket e pamundur që ta bëjnë. Po. Dhe nuk e di pse ekziston ky perceptimi. Ti thjesht hedh në telefonin tënd apo shkarkon në Po. telefonin tënd një exchange, siç është Binance, që është shumë e thjeshtë, ti klikon Binance në Apple Store dhe ti e download në Sa më thjesht. Binance është një exchange, pra exchange ku ti do blesh kriptot e tua me Po. një kartë bankare, Po. me kartën tënde bankare Sa që kripto ke në mund blesh? sa të duash. Sa të duash. Sa të duash. Dhe në po. varësi të çmimit që ka në të moment. Dhe në varësi të çmimit që kanë në këtë moment. Për Okej. shembull, nëse unë do isha një investitor i ri, Po. do mundohesha të shfrytëzoja momentin që është tani, Kur çmimi është më i lartë apo kur që çmimi çmimi është shumë i ulët. kur çmimi është i Pra ulët. kemi një çmim, një rënje të Bitcoinit nga $125,000, që ishte para 6 muajsh, sot po flasim për një çmim diku te $70,000 apo $65,000. Pra momenti më i mirë për të bler është kur çmimi është i Është i ulët. ulët, patjetër kur është i ulët. Po. Kjo është edhe mënyra si fitohet, pra ti Si mundohesh ta rritet çmimi i Bitcoinit? në bazë të kërkesës pastaj që ka tregu. Pra është me blerës edhe me Pra, sa më shumë të blejnë, po aq më i lartë është çmimi po dhe kur sa më shumë ulet të shesin, çmimi, humbin njerëz. patjetër që humbin. Ky ka qenë një moment për shembull, shumë specifik në botën e kriptove. Ka ndodhur shumë gjëra gjatë vitit të fundit. Pra, ardhen pushtetet e Trumpit. Trumpi ishte ai që i mëshoi shumë Që krijoi dhe monedhën e tij. Po, dhe që bëri një pjesë shumë të madhe Virtuale. të pasurisë së tij nga ajo monedhë. Por që kam shtypën mund të themi dështoi me monedhën. Ajo nuk ishte monedha e tij, funksionoi? në sensin që ai doli me një deklaratë pasi dhe thash që kjo monedhë nuk ishte monedha ime dhe unë thjesht e kam hedhur në mediat e mia sociale sepse thjesht më pëlqeu. Okej. Por jo se ishte e imja dhe të mendosh që këtë gjë mund ta bëj presidenti i Amerikës. Por ajo ndikoi në gjithë sistemin e Ndikoj patjetër, sepse kriptovalutave. shumë persona blen me idenë që është Trumpi pas dhe kur fshihet pas presidenti i Amerikës, presupozohet që është një projekt serioz. Dhe ndërkohë që ajo doli pastaj një kripto si shumë të tjera. Pra ajo ndikoi në çmimin? Ndikoj patjetër. Po çfarë ka ndikuar? Pyetja që do të bëj, po doja të bëja, pra çfarë ka ndikuar në këtë periudhë që Bitcoini është i ulët? E para është manipulimi i marketit. Pra, një pjesë shumë e madhe e elitave janë futur në botën e kriptove tashmë. Një pjesë shumë e rëndësishme, një investitor shumë i rëndësishëm për shembull është edhe djali i Trumpit, Baroni. Okej. Baroni është një investitor shumë i fortë në botën e kriptovalutave. Dhe kur flasim për manipulim marketi, flasim për elitën që kanë një dorë tashmë brenda këtij marketi të kriptovalutave dhe që mundohen ta lëvizin ato sipas interesave të tyre. Pra elitat nuk qëndrojnë vetëm jashtë, vetëm në sistemin e prekshëm, po tashmë janë edhe në këtë sistemin virtual. Patjetër që janë në sistemin virtual dhe kjo është ajo që e ka ndikuar botën e kriptove. Pra, futja e bankave pra e bankave dhe institucioneve tradicionale. Po banka meqense do e njeh sistemin kripto si mënyrë pagesës zyrtare? Po, Banka Qendrore e Amerikës e njeh. Po. Patjetër që Trumpi ka bërë të mundur, në sensin që është duke i dhënë një dorë shumë të madhe edhe ligjshmërisë së kriptovalutave atje, pra në Amerikë është totalisht e ligjshme. Mund të kryesh veprime lirshëm, po. Po. Por në Shqipëri, ku është në këtë pikë? Edhe në Shqipëri ka dalë një përpjekje për legjislacion? Ka dalë një legjislacion i ri, tashmë ti mund të investosh, pra nuk është më të quhet e jashtëligjshme investimi. Në kripto, Ka vendosur një tatim, pra një pjesë që e mban banka në momentin që një tatim mbi fitimi, që është diku te 15% të vlerës së fitimit. Nëse ti ke një shumë në kripto, të rresh do të në kesh në bank, po. Në bank në Shqipëri? Po. Në momentin që ke një shumë, ti e kalon shumën tënde në bank, shkon dhe të rresh, aty e deklaron si paratë fituara nga investimi në kriptovaluta dhe thjesht mbajnë 15% mbi fitimin tënd. Po nëse siç flitet që ka një pjesë të errët të investimeve në para virtuale, po themi aktivitete kriminale, të cilët investojnë në kripto. Ata lënë gjurmë në sistem? Në sistem bankar? Gjurmohen. Jo, për shumë ne dëgjojmë për shumë nga autoritetet që thonë Spaku ka sekuestruar kaq sasi kripto. Pra pas ka një gjurmim. Patjetër që ka një gjurmim, në sensin që në vitet më parë ka qenë shumë herë më e vështirë, po tashmë pas të gjitha procedurave që kanë bërë exchange-et të ndryshme, pra e kanë kufizuar totalisht këtë pjesën, kërkojnë më shumë, ka më shumë regulator. Nëse dikur ti mund të regjistrohesh me një adresë emaili, tani kërkojnë fotografi, karta identiteti,
në momentin që i kalohet një lloj shumë e caktuar, për shembull mbi $30.000 apo $50.000, $100.000, që është e konsiderueshme të kërkojnë një lloj raportimi që pse dhe ku po shkon kjo sasi, pra janë kufizuar rregullat në një lloj forme dhe patjetër që ka dhe lihen gjurmë të caktuara. Por Shqipëria për shembull, ajo që mua nuk më pëlqen në Shqipëri është që duhet qenë se ka qenë për kaq shumë vite në një mungesë ligjore, një pjesë shumë e madhe e personave që tregtojnë tashme me kripto tregtojnë totalisht në tregtëzi. Pra, janë shumë të paktë ata persona që tregtojnë nëpërmjet bankave, po e them në këtë lloj forme. Po kur e bllokon një sasi kriptomonedash që janë, po themi, dyshohet që vijnë nga para kriminal, çfarë ndodh në atë bllokim? Kur e bllokon shteti? Po. Unë kam bërë një artikull të tërë për këtë. Po. Sepse pash një lajm praktikisht që kishin nxjerrë pra do të nxjerrin një ligj apo kishte kërkuar SPAK-u në një lloj forme që në Shqipëri të krijojë një portofol dhe ky portofol të mbante të gjitha paratë që do ishin para digjitale që do ishin të sekuestruara nga aktivitetet ndryshme kriminale. Dhe këtë portofol nuk e di se kush ta menaxhonte. Në sensin që nëse kjo gjë ndodh, duhet një lloj transparence kaq e madhe dhe jo vetëm transparencë, për shumë të mëdha, dhe jo vetëm transparencë, por duhet një profesionalizëm aq i madh të atyre personave që ta menaxhojnë këtë portofol që kjo të funksionojë. Në mungesë transparence, të gjitha ata persona që do ta menaxhojnë këtë gjë, pra këtë portofol, mund të bëjnë ç'të duan. Pra nesër mund të thonë që nga volatiliteti i madh, të gjitha këto parat humbën. Apo një pjesë e konsiderueshme e tyre humbën, duke qenë se patën një rënje shumë të madhe të kësaj monedhe apo kësaj monedhe. Hajde ta verifikosh ti nëse nuk e verifikon dot. Dhe nuk e verifikon dot. Pra duhet transparencë, duhet profesionalizëm, edhe gjithë kjo pjesa që të mundet menaxhohet kjo. Procesi bllokimit në vetë jam kurioz, mirë, dakor, para kesh ti kesi e bllokon se shkon e sekuestron. Bllokimi bëhet duke kërkuar, prokuroria ose SPAK-u i dërgon një kërkesë, një exchange, pra exchange-it për katës, ai vendi ku ata i bëjnë parat. Dhe ata bllokojnë shumën, thjesht ta ngrinë shumën. Dhe ti e ke të pamundur të tërheqësh, të dërgosh. Nuk bën dot asnjë lëvizje në atë account, për shkak atë llogari. Asnjë lëvizje. Është kjo një mënyrë e mirë për aktivitet kriminale, ka përdorur në dienin tënde shumë këtë formë? Mendoj që e kanë përdorur, para shumë vitesh po e kanë përdorur. Shiko, aktivitetet kriminale kanë përdorur edhe paranë tradicionale, nuk do të thotë që në këto 14 vite që janë kriptovalutat, janë vite që janë shtuar, po e them, ato aktivitete kriminale, por po, aty kanë gjetur një lloj parajse, po e them, në ato vitet e para të krimit kriptovalutave, mund të dërgojë sasi sa të doje nga një anë e botës, në anën tjetër, në kohë rekord. Dhe nuk gjurmohesh se kush ishte personi që i dërgonte dhe ai që i merrte. Ti nisi pak në fillim bisedës që të më jepi një informacion mbi këtë pyetje që do të bëjmë tani, por le ta ribëjmë edhe një herë. Kush e kontrollon këtë botën virtuale të kripto? Se kontrollon dikush apo një seri ngjarjesh dhe njerëzish? Shiko, lindi për mos të ndikuar dhe mos të kontrolluar nga askush, në sensin që ta kontrollonin vetëm blerësit dhe shitësit. Por si çdo gjë tjetër, edhe bota e kriptove tashmë ka ato duart e veta që janë, pra duart e personave të ndryshme apo elitave që tashmë po e ndikojnë dhe po e ndikojnë jashtëzakonisht shumë, në sensin që personazhe që janë shumë të rëndësishëm kanë një ndikim shumë të madh në rrënjën apo ngritjen e kriptovalutave të caktuara. Dhe ne kemi parë për shembull që një deklaratë bëj Elon Musk apo një deklaratë dalë dhe të bëj Trump, kemi një manipulim tregu në mënyrë të pabesueshme. Do thënë rritje ose ngritje ose rënje të këtyre monedhave me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Dhe ky është një lloj forme manipulim, pra që do të thotë që ti jep fuqinë një individi të caktuar apo një institucioni të caktuar që të bëjë këtë manipulimin e tregut. Dhe kjo nuk është e drejtë. Po, tani ne jemi në një program që zakonisht përfitojmë që të marrim edhe diçka eksperjenca personale, patjetër të thuarve tanë, edhe më ka bërë përshtypje kur më ke treguar një herë për mënyrën se ti ke nisur vetë të investosh. Po. Mund të ndash me ne pak procedurën dhe si filloi ky proces i investimit në kripto? Ajo historia ime ka qenë shumë e zakonshme, shumë e jashtëzakonshme po e them për kriptovalutat. Unë para disa vitesh, 9 apo 10 vite, kam qenë në një trajnim në Izrael, pra e dërguar nga ambasada e Izraelit në Shqipëri. Dhe ka qenë një trajnim për leadership, por edhe për teknologjitë inovacionet më të fundit. Kur shkojmë të trajnimi ka qenë në Mashav, pra është institucioni që është i ngritur nga ish presidentja e Izraelit në atë kohë, ishim diku te 24 apo 25 vende të botës. Dhe një pjesë shumë e madhe nga vendet e botës së tretë, Afrikë, jashtëzakonisht shumë, domethënë nga pjesa e Afrikës. Tani unë shikoja që këta diskutonin me njëri tjetrin
për këtë pjesën e kriptovalutave dhe si kuptoja fare çfarë flisnin, domethënë kripto ishte hera e parë që dëgjova atje. Dhe shumica prej këtyre kishin një portofol. Ata patjetër që e përdornin sepse atje sistemi financiar ishte shumë i dobët në atë moment, nuk dërgoje dot parat nga një shtet tjetër në shtëpinë tënde te prindrit. Dhe kishin gjetur këtë mënyrën që dërgonin para nga vendet ku punonin te familja e tyre. Dhe mua më kuriozoi shumë kjo gjë. Dhe më pas mora pjesë edhe në aktivitete tjera që organizoheshin. Po du di atë procedurën e parë atë. Atë procedurën e parë ma bëri një shoqja ime nga Serbia. Edhe ajo shoqja, edhe ajo vajza që ishim bashkë aty dhe që po e bënin këtë trajnimin bashkë, kishte një praktikisht unë isha e fundit që nuk di asnjë gjë për kriptot aty, se shumë prej tyre dinin. Kështu që ajo ishte e para që më hapi atë aplikacionin në atë kohë. Edhe që me kartën time, pas me kartën e saj, jo timen bankare, sepse karta ime nuk funksiononte. Jo, në fillim jo fare. Në fillim fare. Me kartën e saj, pastaj bleva atë sasinë e parë të Sasia ishte? Të kriptovaluta. Sasia e parë në ato kohë ishte, në kohën që unë kam investuar, ka qenë diku te $700 një bitcoin. $700? Po, dhe më kujtohet që në ato kohë bleva 3. 3 bitcoin? E ke akoma? Në ato kohë. Pastaj po, avash unë mundova që të rrisja portofolin tim. Kështu që sa herë që kisha mundësi, mundohesha që të investoja nga pak. Ke humbur? Nëse do unë nuk mund të quaj humbjen time, sepse kur mendoj se si kam nisur dhe me sa kam nisur, jam gjithmonë në fitim. Në fitim. Por në qoftë se do flas në qoftë se do flas por uljet e ngritjes që portofoli ka pasur vitet e fundit, po ka pas momente, po. Tani para pak muesh, për shembull ishte një moment që unë e konsideroj gabim timin, por edhe nuk e konsideroj gabim, duke qenë se tregu ishte totalisht i palexueshëm, në sensin që çfarë do lloj gjëje që nuk ndërmore në një veprim që duhet të ndërmore. Nuk ndërmora veprim. Domethënë ishte një moment që unë duhet të dilja, Ishisja, kisha marrë mjaftueshëm, pra ishte ai momenti që ishin të gjitha shumë lart. Dhe duke qenë se Trumpi fitoi dhe më pas filloi po fliste për parajsën shumë të madhe. Duhet i kisha shitur përpara kësaj të Trumpit, po thua. Duhet i kisha shitur pasi Trumpi u inaugurua, domethënë morën vlerën e tyre maksimale. Në atë moment. Dhe kur filloi më pas kjo lufta e tarifave, ai ishte momenti që unë duhet të dilja për shembull nga tregu. Dhe unë nuk e mendova këtë gjë. Mendova se do kishte edhe një hype tjetër, një ngritje tjetër shumë të fortë. Cili është gabimi që bën më shumë te fillestarët? Po që fillestarët se ata që duan të futen në këtë sektor investime. Unë për shembull ato që kam bërë unë, gabimet që bëja unë kur isha më fillestare, isha emocionale. Pra investoja në bazë emocionesh ose intuite ndonjëherë. Pra pa u fokusuar më shumë edhe tek ajo në sensin leximi. Pra isha shumë intuitive dhe sa më shumë emocionale ti aq më shumë humbet. Dhe nuk e ke ide se sa herë kam humbur kur kam filluar që të tregtoja në fillim. E kundërt e asaj që ndodh në jetë. Është e vërtet. Është e vërtet. Po në të vërtet nëse do përdornim disa këshilla, meqense thamë gabimet dhe këshillat, cilat ishin disa nga këshillat më të mira që dikush të investojë në kripto? Okej, unë do jap ato këshillat që nisur nga eksperjenca ime. E para një që unë e kam bërë, mos investoni para që nuk keni të rreziku, në sensin që nuk doni që t'i humbisni. Pra, para që nuk i keni në një lloj forme. Unë isha kaq marrësh borxh për të investuar në kripto. Unë isha kaq e apasionuar pas kësaj bote, sa që isha gati në ato vite drinit të bëja ç'ishte e mundur që të investoja sa më shumë. Përfshiu shumë kjo gjë. Po, më përfshiu zakonisht shumë. Dhe nuk është për gjithë, në fakt, duhet ta pranoj që nuk është një gjë që ti zgjohesh mëngjes dhe thua sot do të. Jo, absolutisht jo. Por që kam parë, pak edhe nga ata që vinë dhe kanë dashur të bënin trajnimet e unë apo i kanë bërë trajnimet e unë, i kanë parë që duan që të investojnë çdo gjë që kanë. Dhe ky është gabimi më i madh, dhe unë ja u them për herë, absolutisht çdo gjë që keni. Sepse edhe nëse keni para për të investuar, investimi diversifikohet, pra në sensin që nuk duhet të investosh vetëm në kripto. Të gjitha në një, po. Po, pra duhet që ti ndash. Kjo është e para mund ta quajmë si këshill, një. Po, patjetër që kjo është e para. E para, pra mos investoni para që si keni. E dyta, diversifiko portofolin tënd. Asnjëherë gjithçuma e hedhur vetëm në një investim. E treta dhe shumë e rëndësishme, unë investova, pastaj mësova. Pra, ishte një lloj gabimi në thonjza, edhe pse e kapa shumë shpejt rrugës, pra investova dhe doja që patjetër ta mbroja investimin tim dhe më pas u fokusova totalisht në këtë botë, pra fillova të mësoja, të lexoja grafiqet, kuptoja si nga gabimet, faktorë të ndryshëm mikro makro, ndërsa tani
dhe nuk ka pas shumë informacion në kohën që kam investuar unë. Tani informacioni është i gjithë aty. Pra, kur vendos të investosh, duhet patjetër që ti të trajnohesh që mos ju humbasësh ato para. Momenti mirë për të investuar? Tani është moment shumë i mirë. Po. Unë prap jam në pritje, sepse pres edhe një rënje, pres edhe një rënje, dhe nëse gjërat do shkojnë ashtu siç mendoj unë, pra në sensin që unë pres një Bitcoin të shkojnë në vlerat e $50,000, ndoshta $45,000, mendoj që shko shumë e mirë për të investuar. Okay. Pak nga pak, nuk është e rëndësishme që ti blesh një Bitcoin, po mbasi përmësuar dhe nga gabimet. Çdo herë nga pak. Po inteligjenca artificiale, AI, të mëson si të investosh? Kam dëgjuar raste përdorimit të saj edhe në këtë sektor, mbase për të krijuar një grafik investimesh apo shpërndarje të paras, por kam përshtypjen që ajo mund të t'jap një informacion të përgjithshëm dhe nuk të mëson pikërisht atë momentin kur duhet ndalosh dhe kur Kjo është e vërtet. Duhet të rriqesh si funksionon kjo marrëdhënie mes AI-t. Unë e kam provuar, se patjetër që unë jam në teknologji çdo ditë dhe vetëm gjë që bëj është që të eksperimentoj se ç'ndodh. Dhe më ka bërë shumë përshtypje kur para 5 apo 6 muajsh, duke folur me një ndër aplikacionet e inteligjencës artificiale, i them që më bëj një llogaritje se si do jetë Bitcoini pas 6 muajsh. Çfarë do ndodhi me vlerën. Dhe të them që pothuajse ka qenë super saktë me këtë çfarë është duke ndodhur tani. Vërtet. Do nuk e prisja. E mora totalisht në sensin që nuk e prisja kurrë një rënje të Bitcoinit në këto nivele, pra që të shkonte në $70,000 dhe në $60,000 nuk e prisja kurrë. Dhe po më dha këtë gjë, duke u bazuar ndoshta në ciklet e së kaluarës, se praktikisht përsëritet i njëjti cikël, edhe pse çdo 4 vjeçare një herë pak më pak dhe një herë pak më shumë rënje apo ngritja. Por edhe duke u bazuar ndoshta edhe në lajme, kështu që ka bërë një përllogaritje të gjitha këtyre informacioneve dhe ka dalë në këtë gjë. Pra, me parafërsi më dha me parafërsi, pothuajse ishte e saktë në atë që dhe më habiti në atë moment. Pra por nuk e këshilloj. Nuk e këshillon për të marrë si referencë për të investuar. Mund ta shohësh që të marrësh një mendim apo të kuptosh se si ajo funksionon apo se si e bën për llogaritjen, por që ai që duhet vendosë më pas për investimet është vetëm personi. A mund të mashtrohesh në këtë sektor? Dhe si? Të kriptove? Po. Si? Ka pasur shumë mashtrime. Jashtëzakonisht shumë mashtrime. Në Shqipëri, për shembull, unë nuk e di se ka qenë numri i personave që më kanë shkruar, që kishin investuar, ndoshta shumë të mëdha, po ndoshta po. Por jo, e kam fjalën për një familje që ndoshta jeton modestisht, një shumë prej $2,000 apo $3,000 apo $4,000 është mjaftueshëm. Patjetër. Nga individ të caktuar që i kërkonin që ti dërgoheshin parat dhe për një harë kohor, 1 apo 2 muaj do t'i kthente 2 fishin. Dhe kjo është rëndom, ose i dërgoni një aplikacion. Kjo është skema mashtrimi pastaj tipike. Po, ose i dërgoni një aplikacion që nuk ishte aplikacion real, dhe i thonin që ja ky është, i mbanin domethënë gjithkohë sa zhurnuar që ky është portofolio, shiko sa ke fituar, fut edhe 500 që të dështohen edhe kaq. Një aplikacion enka si krijuar. Po, enka si krijuar demo, pra është një aplikacion demo. Demo që ne luajmë, ti e vendos vlerën sa të duash ti në një lloj forme. Pra lehtësisht e mashtrime. Shumë. Dhe më vjen keq që sapo e dëgjojmë fjalën kripto menjëherë atë i alarmi i tyre, domethënë eskalon, e kupton, kripto do fitoj, e lidhin, e mendojnë se kur e gjithë ai fitimi është shumë i thjeshtë. Po sigurisht me një klik kështu edhe shumë i thjeshtë, dhe i besojnë shumë këtyre lloj skeme mashtruese dhe ka pas pafund. Duhet bëj një seri pyetjesh tani për një marrëdhënie që ne kemi me pasurinë dhe me paranë, si thua, sidomos në Shqipëri, meqense ti je edhe në këtë sektor, por edhe domethënë lundron mes të dyja fushave. A jemi në të varfër apo të paorganizuar financiarisht? Shiko, nëse do shikoja, edhe të varfër jemi. Nëse shikojmë statistikat edhe çfarë kanë nxjerrë stati vitet e fundit, pra ne konsiderohemi një vend jo mjaftueshëm i pasur. Pra nuk kemi një vend i pasur, pra 1 në 6 apo 7 persona apo familje konsiderohet e varfër. Por mund të them që nuk kemi një model sjelljeje, pra organizimi ekonomik. Kjo vjen edhe nga padituria financiare. Po këtë dhe më shumë të kjo pjesë nuk kemi dije financiare dhe nuk mësojmë. Pra nuk na pëlqen që të ulëmtojmë edhe të mësojmë mbi investimet. Po për më tepër kam përshtypjen që mbasi mund të japësh një përgjigje për mënyrën si organizojmë paranë. Po. Pra të ardhurat që ne marrim. Unë për shembull shikoj që një pjesë shumë e madhe e familjeve
kursejnë dhe në momentin që nuk duhet të kursejnë. Dhe atë kursimin e kanë për shembull vetëm paratë mbajtura në bank. Pra nuk din të riinvestojnë, apo nuk din të investojnë. Ose këtu duhet dalë, po. Po, domethënë, ne si e menaxhojmë të ardhurat që kemi. Një pjesë shkon për ato shpenzimet e detyrueshme të shportës e tjera. Një pjesë që mund të mbetet për argëtim, po e quajmë, dhe mirëqenie familjare apo dhe personale. Dhe nëse mbetet diçka, ajo është pjesë që duhet kursyer, nëse mbetet diçka. Ato do të thë ku mbetet. E që do flasim për marrëdhënien e shqiptarit me kursimin, domethënë, ajo që duhet të themi është çfarë të kursesh, por nëse ka për të kursyer, unë gjithmonë e ndaj në këtë mënyrë, unë personalisht. Gjithkohës. Ti kursen? Nuk mund të them. Unë investoj. Unë thash ti do jesh njeriu që do m'japësh një përgjigje si të kursej. Unë jam natyra që në momentin që kam pasiguri financiare, pra pasiguri për të ardhmen, e ndaj në këtë mënyrë. Pra nëse kam një buxhet 100%, 50% është kursim e këtij buxheti. Nëse jeni në periudhë pasigurie financiare. Po, që e di që muajt e ardhshëm apo viti i ardhshëm do jetë, mund të ketë pikë pyetje dhe unë ndihem me pasigurt financiarisht. Okej. Kështu që 100% që në ndaj në 50% të asaj vlerës time mujore e kursej, 20% të vlerës time mujore e investoj, dhe kur them investimi, se unë bëjmë për kripto, po nuk është investoj vetëm në kripto. Pra 20% është investuar edhe në stock market, që mua më pëlqen zakonisht shumë. Pra Apple, Tesla dhe çdo gjë tjetër, dhe në këto kohë vetëm 10% i buxhetit tim shkon investim mujor në kripto. Pra kjo është ajo që unë ndaj. Por ama 50% po e kursej. Në momentin që kam pjesë për të pasur siguri financiare dhe për më. Gjithmonë. Si po raporti mes borxhit dhe të ardhurave që ne kemi, si është në Shqipëri? Domethënë, dhe këtu duhet të fus pak edhe sistemin e kredimarrjes. Shpeshherë dëgjojmë këto kredite pa nevojshme, njerëz që futen në borxhe që nuk janë të detyrueshme. Po, gjithmonë ka habitur kjo pjesa Drini. Si e kemi këtë marrëdhënien me borxhen dhe me... Shiko, sepse është marrëdhënia jonë, unë shikoj se marrëdhënie me veten. Nëse shikoj shqiptarin në marrëdhënie, ne shqiptarët marrëdhënie me para, ne kemi një model sjelljeje. Pra, praktikisht në botë ekzistojnë dy modele sjelljeje. Modeli që ti dëshiron të kesh para dhe më shumë se sa për sigurinë tënde financiare është për të treguar, pra për të treguar që ti ke, për të dukur, pra për luks, ndonjëherë për gjëra super të panevojshme, për makina të mira, për një orë të mirë, dhe është modeli i dytë që dëshirojnë të kenë para për vërtet për stabilitet financiar, për të investuar dhe që kanë vizion afatgjatë për veten, për familjen, për pasardhësit. Për fat keq ne jemi modeli A në Shqipëri. Pra jemi modeli dhe unë shikoj këtë edhe tek personat që kanë të ardhura dhe kanë para, nuk janë vizionar. Pra nuk i shikoj si vizionar afatgjat nga pikpamja financiare. Unë i them shortcut, janë afat shkurtër, shikojnë për pas nesër. Dhe prandaj edhe kemi shpenzime të panevojshme. Do të thonë kjo pjesa që duhet të duken më shumë se të shkan. Më bëra që të bëjmë një gëzuar tani. Ta bëjmë. Gëzuar për investimet. Për investimet edhe për pasurinë dhe për mirëqenien financiare. Uroj shumë sukses. Por është momenti jot që të futesh tani, ë? Unë nuk të ftova. Unë kam 6 vite që të them. Dhe nëse do kishe investuar para 6 vitesh për të kam thënë unë. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar, faleminderit shumë. Më gëzuar me disa ronë që na mbështet në program Fakte dhe me Uin Selita që janë mbështetës të programit, por një falënderim veç këtyre dy kompanive dhe kompanisë Brunes që gjithashtu na mbështet në program. Kam dhe 2-3 pyetje shumë të shkurtra që lidhen me profilin tënd. Është vështirë që t'jesh kaq e bukur dhe e zgjuar. Shiko, ti faleminderit për komplimentin. Unë të bukur se kam mbajtur ndonjëherë vete, të them. Zonjë, por e vështirë t'jesh e zgjuar. Në Shqipëri po. Në Shqipëri nëse lidhen të dy komponentët, unë ndonjëherë them që në Shqipëri... Kam pak frikë në Shqipëri nga kjo, duket siguri... Ndonjëherë t'jesh tërheqëse apo t'jesh një lloj pamje, ndonjëherë është mallkim në Shqipëri, sepse menjëherë të vendosin një lloj stereotipi. Sa po të shikojnë pa folur, mund të vendosin atë stereotipin që... Pa, ma kam përshtypjen nuk duhet të ketë paguar ai momenti kur ndonjëherë të
paragjykojnë, mund të ndjesh e paragjykuar, themi dhe pastaj të dëgjojnë. Ndodh në Shqipëri kjo dhe pastaj fillojnë dhe ndryshojnë përsi. Më ka ndodhur para disa kohësh, para disa vitesh, kemi qenë në një konferencë dhe ishte pjesa më e madhe e meshkujt, botë teknologjike. Dhe bota teknologjike zakonisht është e mbipopulluar nga meshkujt, janë shumë të pakta femrat. Dhe në momentin që futem në konferencë dhe i shikoja ato fytyrat dhe ti mund ta kuptosh menjëherë. E kupton që në shikim, që në mënyrën se si të shohin. Ideja është okay, është një vajzë që e kanë ftuar, po është një gruaj që e kanë ftuar dhe më shumë për të thyer pak të trendin e meshkujve të betohen. Dhe në momentin që merrti fjala mua, të gjithë po shikonin, por jam e bindur që po shikonin për të vërtetuar atë që gjaç po mendonin, se kush e di ç'budallik do thot tani kjo. Kjo që kanë sjellë. A duhet të argëtuese kanë vështirë. Ishte argëtuese në një lloj forme, por edhe egoiste, kështu kishte një lloj egoje, kaq të fortë për të treguar që shiko se edhe pse ka vajza në teknologji, po mund të ketë vajza që din apo që janë shumë herë më shumë se sa meshkujt, pra nuk është me stereotip mashkull apo femër. Dhe ai momenti që më pas unë prezantova atë pjesën time apo projektin tim, ka marrë një satisfaksion drin të papar. Je si kripto kështu, kur të sheh kështu të bën që të investosh, pastaj mund të prandaj investove ti. Kështu që po, është e vështirë. Uroj që të kesh vetëm një karrierë në ngjitje, sidomos në këtë sektor, por edhe në gjitha fushat që e përfshijnë këtë sektor, dhe që të japësh maksimumin tënd dhe di duket një orë që ke shumë për dënë, kështu që sa më shumë suksese. Falenderoj shumë, e kam shijuar pafund. Kënaqësi që të kisha në emision, ndërkohë vetëm pas pak do të jemi me Arben Male, na ndiqni. Late night in blood, late night in blood. Kjo është një puntat disi e pazakonte Late Night në blog, sepse do të kemi një bisedë e cila do tentoj që t'ju bëjë të kuptoni më shumë për një fushë të caktuar të jetës që tashmë është e pranishme edhe në Shqipëri, por që nuk është pjesë e diskutimit të përgjithshëm, që nuk dëgjohet shpesh, nuk është një bisedë që haset në çdo tavolinë, por është një bisedë që i përket atyre që duan të zhvillojnë më shumë veten se dha konformimet apo përfitimeve ekonomike. Do t'jemi në këtë episod të Late Night me një nga profesorët më të mirë të ekonomisë dhe një nga njerëzit më intelektual që Shqipëria ka, me Arben Male. Faleminderit. Do të ishte një zgjatje e madhe, nuk do t'i merrja minutat për përgatitjen dhe formimin që ju keni, për pozicionet që keni mbajtur, besoj një emër shumë i njohur, si ish ministër patjetër, po edhe si profesor dhe si formim akademik, i cili ka afër dhe jo pak debate që atyre kohëve të fundit. Por kemi edhe një gjë të përbashkët, që unë kam punuar me babain tuaj. Po, dhe te Ministria e Financës. Ky është një detaj që unë nuk e harroj asnjëherë në fakt, edhe që gjithmonë ma ka rritur vlerësimin për ju. Doja që të bisedonim fillimisht për një temë që njerëzit pak e njohin, dhe dua t'ju më një herë në bisedë, për monedhën virtuale apo kriptomonedhën. Tani ku ndahen dhe cila është ndarja mes tyre të dyave? Si duhet e kuptojmë këtë familje virtuale? Shiko, e para duhet kemi parasysh që ajo që quajmë ne fintech, do me thënë inteligjencë artificiale për industrinë financiare, është në një evolim të jashtëzakonshëm. Dhe në këtë aspekt, për sa i përket kriptovalutave, lindja e tyre u pati një hezitim. Dhe hezitimi jonë kryesor ishte që ajo ishte një monedhe pasiguruar dhe kishte oscilacione shumë të mëdha. Ju mbani mend kur kripto vali 200 dhe zbriti 60. Dhe në këto oscilacionet, ata që i menaxhojnë, ata që kanë fuqinë e paras, fitojnë kur çmimi rritet. Dhe nuk u mbasin kur çmimi ulet, se ata nuk shesin ata që janë panik. Në këtë mënyrë, do me thënë... Po mirë, në termat përgjithshëm, si ka lindur kjo monedë virtuale? Shiko, thelbi kryesor ka qenë decentralizimi financiar. Të thua ishte si një lëvizje kundër mungesës transparencës në financa, po dhe ashtu si thua kostove që paguajnë njerëzit për shërbimet financiare. Ishte, pra, në konceptin duke pozitiv, ishte një lloj demokratizimi i financave. Dhe fjala demo në kupton popull, do me thënë të marrin pjesë në industrinë financiare
gjithnjë më shumë njerëz dhe mundësisht të fitojnë. Gjë që nuk është e lehtë. Po Shqipëria, ligjërisht dhe institucionalisht, është e përgatitur për kripton dhe po themi, nëse është e përgatitur, është gati që ta ketë si pjesë e veprimeve të saj? Unë besoj se ligji është bërë, Po. si duket janë duke plotësuar aktet nënligjore. Sigurisht që e para përdoruesit shqiptar janë në kriptomoneda dhe në vendet e tjera, pra ka një uri për atë lloj investimi, megjithëse është investim i rrezikshëm. Dhe po të keni parasysh edhe zoti Dumani në luftën kundër pastrimit të parave, tha që kemi sekuestruar dhe portofole kriptomonedas, por nuk dim ku ti mbajmë, nuk kemi eksperiencë. Po. Dhe jemi lidhur me tani kripto është një kanal formal apo informal investimi? Shiko, përderisa miratohen aktet ligjore, është ligjor. Dhe duke qenë në pjesën e investimeve financiare, duhet patjetër të jetë rregulluar, sepse ka riske të mëdha për abuziv, por nga ana tjetër, domethënë njerëzit duhet të dinë që duhet ta marrin vetë përgjegjësinë, sepse nuk është një aset shtetëror, publik, është një aset privat. Privat. Atëherë më ndihmoni që ta vendosim kështu situatën. Një shikues shikon ato reelsat të famshëm dhe do të investojë në kripto. Cilat janë pluset dhe minuset? Shiko, e para unë kam pas biseda dhe me studentët dhe ky brez i ri është shumë agresiv për të pasuruar shpejt. Dhe ne ekonomistët themi që parat nuk rriten në pemë. Kështu që në këtë aspekt, por unë me ta kam të njëjtin mesazh që do t'i jap sot. Le ta provojnë, sepse është, si të thuash, është bërë si ai presioni piramidave, po si investove në kriptomoneda je budalla, nuk kupton se çfarë fitimi po humbet. Gjë që s'është e vërtet, por u kam thënë mund të ndodhet ajo, më fal, mund ndodhet ajo që thon si nuk investuam ne, ta dinim që të kishim investuar përpara. Dhe por i kam thënë investoni me parat tuaja. Punoni mbas dite, punoni natë, merrni parat tuaja dhe po do i provoni. Po jo të merrni parat nga institucione mikrokredit me interesa të larta, apo të bëni presion prindve. Sepse është dy fish rrezik, si thua, po. Dy fish, sepse nëse humbet ai tjetri i do parat dhe i do me kosto të lartë. Po si funksionon në të vërtet investimi në këto? Shiko, këto janë elemente teknike që të duhet një njeri që ka investuar në njërë. Unë nuk kam investuar se kam qenë skeptik. Në parim. Njësoj është me platformat, si që janë platformat e tjera, platformë do marrësh atë ID-n tënde, do i dërgosh parat, ai do të vësh në një kulet digjitale vlerën e kriptomonedave. Jo e dini atë historinë që një anglez kur hodhi poshtë pa dashje hodhi edhe portofolin digital që kishte në kompjuterin e tij dhe humbi $200 milion dhe ka 7 vjet sherr me bashkinë se kërkon që të sill traktor edhe ti shpërbër dhe një herë mbetjet e qytetit. Po shteti vet ka në dorë që ta rregullojë këtë situatë? Shiko, ka një teori të ashtu në funksionimin e shtetit që ka të bëjë me dy pikpamje të ndryshme. Domethënë, të djatët janë që çdo gjë e vendos tregu vet dhe secili të marr përgjegjësitë e tij, dhe kanë idenë që individi është më i interesuar se gjithë të tjerë për përfitimin e tij. Është një formë bixhozi kripto? Për mua është një investim financiar me risk të lartë. Duke qenë me risk të lartë, mund të ketë dhe fitime të larta të përkohshme, po mendoni ai që e bleu me 60, mbajti deri në 190-200. Dhe me atë presionin e turmës, ai nuk shet, po pret që të rritet akoma më shumë. Dhe tek libri që do udhëroj, që është një profesor të Universitetit të Harvardit, një histori e shkurtër e financave euforike, ai thotë që njeriu si individ, unë dhe ti, jemi shumë të arsyeshëm. Njeriu si pjesë e turmës nga presioni psikologjik, është një kokë ngjeshur që as perdi as mere do të vesh me atë. Dhe ne pam të skema piramidale, shoku, miku, vllai, motra, kushdo që të rrethon pse budalla jeti, më i mençur jeti se të tjerët. Po ka një ngjashmëri me skemat piramidale dhe kësaj lloji këtyre lloj skemave? Skemat piramidale kanë një skem tjetër, sepse domethënë ti shlyen të parët me parat që merr nga të tjerët. Ta nuk shlyen me parat të tjerëve. Ta është fitim dhe humbje, dhe mbaj përgjegjësinë vet. Po kush mban përgjegjësi, se tamam këtu do të dilë edhe pyetja e radhës. Kush mban përgjegjësi kur qytetarët u mbasin para në këto skema apo investime kripto? Në rastin që janë të legalizuar, askush. Pra kjo vlen për të nënvizuar. Duhet ta kenë parasysh vet. Nuk jam kundra që të investojnë, por kam dy kushte.
me paratë e tyre të ndira me sakrificë, që t'i dim se, dhe e dyta të spatoj atë këshillën që ne folëm të Warren Buffett, që mos investo atje ku nuk e kupton dot llojin e investimit. Dhe meqense shumë veta nuk e kuptojnë këtë, sepse industria financiare është shumë novatore. Ne pam këtu me institucione financiare jo bankare, ata kishin produkte të jashtëzakonshme. Dhe në këtë aspekt ata duhet pyesin. Sepse unë para një jave isha në një promovimin e një libri që ka bërë Clyde Biberaj, që ai shpjegonte të gjithë procedurat e këtyre investimeve që mund të bëjnë njerëzit. Pra, ai e ble trajnime dhe këta do rriten, sepse do rritet tregu dhe duhet pyesin. Prandaj është edhe ajo këshilla e dytë për investimet financiare që është specifike. Prit 48 orë. Do me thënë, gjithaj presioni që të bëhet ty që ti do bëhesh milioner. 48 orë kanë kaluar edhe? Jo s'ka, sa ishtë një investim që vazhdon gjithmonë. Tani, edhe mua ma bëri një bank këtu që mbaj llogarit e mia atje, i thash dua të konvertoj parat. Edhe më tha, mua isha te Sporteli. Tha, ne kemi këto ofertë për 10 minuta. Po se bëre humbet. Për 10 minuta? Po i thash, nësi ka mos, unë jam depozitus, ti përdor parat e mia, nxjerr fitimin parat e mia, edhe më bën presion mua që për 10 minuta. Ofertë për 10 minuta. Kështu janë bankat, shiko. Është mirë, për që mos të kalojmë te sistemi bankave. Po nga eksperiencat e vendeve të tjera me kripton, ka një analizë të deri tanishme paktën në ekonomi çfarë flitet? Shiko, ka shumë. Dhe me miliona. Unë di raste të plota tani edhe në Kinde këto me disa miliona dollar, $100 milion që ata i mashtrojnë njerëzit, u marrin lekët edhe nuk i garantojnë pasaj. Se zhduket ai, qoftë edhe në bank ti ke një institucion përpara. Në kriptomonedë s'ke. Pastaj kërkon qeveria, siç ka bën atë turkun në Shqipëri që. Pra, ju po thoni që skemat e kripto, skema, mund të kthehen edhe në skema mashtrimi? Patjetër. Se këtë duam të kuptojmë. Patjetër që kthehen sepse nuk ka përgjegjësimë institucionale. Ti se njeh atë që jep lekët apo jo? As se ke iden, po. As se ke fare. Dhe rrjedhimisht ai vetëm të lodh tërë ditën dhe tani që është bërë inteligjenca artificiale, ai gjen format më agresive të marketingut nga persona më me influencë që tani si ka mundësi që bëjnë. Po dhe ti mund ta përdorësh inteligjencën artificiale për të investuar. Dhe ka jo pak që e përdorin në kuptimin që e pyesin se si mund të investojnë. Po shiko, është puna e mjekut që ai e ka aftësinë të kuptojë nga përgjigjja jote. Po. Që ta jep inteligjencë artificiale. Se shiko, fjala bëhet dhe ju e keni me drejt fokusin. Ore përgjegjësia sociale kush është? Përgjegjësia ligjore kush është? Dhe në këtë aspekt i gjithë rregullimi ligjor bëhet për njerëzit që s'kan njohuri. Sa ai që ka nuk ka nevojë të harxojë para tur konsulent të marrë riskun e tij. Por duke qenë se humbasin shumë veta, ajo bëhet kosto individuale. Sa që unë bëhet kosto familjare, bëhet dhe kosto budgetore. Po transaksione në kripto? Bëhen, ka vënde që i pranojë, ka banknote të tjera ka. Dhe nëse bëhen transaksione në kripto, atëherë flasim për një ligjërim të... Po është i ligjëruar, ka bërë ligj. Një ligjërim të këtij lloji transaksioni, i cili nëse është i ligjëruar, atëherë do duhet të jetë edhe i mirë organizuar pra. Është banka, në këtë rast do të jetë autoriteti mbikëqyrës financiare që do të jap gjithë kushtet se si duhet funksionojë investimi, po edhe përdorimi i vendeve ku të rriqen kripto. Si përfiton aktiviteti kriminal nga kripto? Duke qenë se nuk ka informacion se kush është ai, po themi, pikërisht. Ai përfituesi fundor dhe ti nuk ata mendojnë që domethënë nuk ruhet sekreti plot, nuk e di asnjëri, un kam një matrikull, një numër, nuk kam një emër, një gjë. Por unë guxoj të them që do na ndodh njësoj me telefonat. Që do të thotë? Që do të thotë që ato qendra që joshin parat madhe, e gjurmojnë paran kriminale dhe në datë caktuar. Po mund të gjymohen këto të dhëna? Shiko, përdesa ka një programues, diku është ruajtur edhe. Jo vetëm atë, po është edhe thyrja që i bën. Një që ka artuar. Tani brezat e rinj janë bërë shumë profesional, shumë agresiv. Po kur thuhet, kur dëgjojmë shprehjen që janë sekuestruar kaq kjo sasi kriptosh e tjera, si ruhet ajo, pastaj si bllokohet? Të çfarë ndodh në të? Unë besoj që në momentin që nga bashkëpunimi që ka SPACO me institucione tjera financiare arrin të bllokojë, sepse shiko, asgjë nuk është absolutisht e sigurt. Edhe ai që ka ID-n, një njerëz që
di ta thyej, e di kush e mbërësh. Okej. Dhe në këtë aspekt pastaj ata ja bllokojnë atë llogarinë. Atëherë le ta Si rikapitulojmë. të thuaj e sekuestrojnë atë llogari. Atëherë ju si ekonomist për ta dhënë një mesazh për këtë pjesën e investimit apo përfshirjes së kujdesshme në këtë fushë investimi, çfarë do këshilloni edhe një? Shiko, e para të kenë kujdes nga psikologjia e turmës. Domethënë ti investon se komshiu jot investon. Po, kjo ndodh Si shpesh. ndodhi në lushnjë këto, po, është pjesë e marketingut ajo. E dyta, të mbajmë parasysh që parat nuk rriten pemë. Do në ato fitime që ti mendon se i merr aq shpejt, diku duhet jenë humbje, diku do dalin. Sepse kripto në fillim nuk ishte asa aktivitet fitim prurës, bënde këto tarifat e shërbimit edhe. Kështu që dhe tretat konsultohen. Dhe ajo e 48 orëshit? 48 orëshit patjetër, sepse ul presionet turmës dhe pyet një ekspert. Ju vetë nuk e keni provuar ne. Jo, kam qenë më tradicional. Por kam lexuar që ju në fakt hyni te ai brezi njerëzve që keni punuar që 15 vjeç, që i ri, shumë i ri domethënë, dhe si i tillë e dini shumë mirë vlerën e paras patjetër, po edhe të përfitimet. Një brez që nxiton, vrapon, do të përfitojë, të pasurohet shpejt, të shkruaj një model, ju e dini në Shqipëri i pasurimit të shpejt. Cila ishte këshilla juaj për të rinj që duan të investojnë apo të nisin jetën e tyre? Shiko, ta shikojnë jetën si një zhvillim linear që ti do marrësh, do nisësh tu e do mbrish me raketat e lartë. Ajo ka oscilacionet e saj. Pra të përgatite në jetë që jeta është e larmishme. Një, e dyta, ideja se fati është një përqindje shumë e vogël. Bile në një libër që është për autobiografinë e Alexander Fleming, e ka shkruar nga një shkrimtar francez, ai thotë që fati do rovit mendjet e përgatitura. Se është tjetër gjellëtaria. Po nëse ti nuk e kupton një gjë, ti se kap dot që ta tërheqësh. Kështu që duhet të jenë këshilltarët e mirë që t'ia shoh, ti këshillojnë. Po të kemi parasysh, nuk e di sa keni dëgjuar për skemën Madoff në Amerikë. Ishte njeriu më i mençur, ishte shefi i Nasdaqut, bëri biznes vetëm familjar, kurroi $64 miliard. Dhe djali vajti e raportoi pasaj kur e pa që ishte skemë mashtruese, vajti e raportoi, u dënua në burg ndryshe nga këta tanë 150 vjetë dhe vdiq në burg. Dhe me dhimbshja për mua ishi që këta ndërmjesit që merrnin lekët në Zvicër dhe ja jepnin këtij, se do kishte fitim më të lartë të tjera, dy nga ata më të kualifikuar dhe një biznesmen 3 veta vran veten, vetëm nga humbje. Na kuptoj. Po ta vendosim edhe një herë situatën në territorin shqiptar, se dua që ti ta jap si një lloj këshille për ata që do të na ndjekin. Cilët janë disa nga sektorët, po e vendosim më të prekshme situatën, ku nga informacionet që ju keni apo nga një lloj të dhënash tregu është mirë që të investohet? Shiko, diversifikimi i portofolit që investohet, domethënë ajo shprehje e famshme, mos i vendos të gjitha vezët në një sport, është një këshill. Po jo të hapesh pa fund. E dyta, mos harroni që keshi, pra menaxhimi cash flow i themi ne, keshi në kohë krize është mbret. Dhe ata të pasurit që kanë lek blejnë në kohë krize, sepse çmimi bien. Dhe shesin në kohën që çmimi rriten. E treta, për mua nuk do t'josh nga asnjë magji që i bën ata të pasur me njëherë, plot dhe rastësi. Unë vetë kam ndjekur këshillën e Thatcherit që puna dhe vetëm puna është formula më e mirë në jetë. Edhe kur të çon në maj, të çon shumë afër saj. Një pyetje e thjeshtë fare, e thjeshtë po që përgjigjja nuk është e tillë. Një familje e cila nuk ka të ardhurat mjaftueshme, i ka minimale, por themi për shpenzimet bazike të saj, por do ta përmirësojë cilësinë e jetës. Do që të investojë në një shtëpi më të mirë apo në cilat janë riskjet që duhet ndërmarrë. Shiko, është e natyrshme që njerëzit duan të përmirësojnë kushtet. Dhe ata u fillojnë ndryshe nga qeveria, më falë se mos e teproj, po nuk fillojnë nga ajo që quhet nevojat bazike, është një piramidë një shkencëtari rus. Dhe baziket janë ushqimi, drita, ujë, shtëpia dhe arsimi. Po. Tani, po e marrim rastin konkret, jo për të kritikuar njëri. Po, është interesante në aspektin shqiptar, se njëherë na shkalohen këto dhe studimet psikologjike tregojnë që nëse ti nuk e krijuar këto bazike, se bën ti pasaj ndërtime cool ato, si ndjen njëri sa i do ka nevojë për atë. Por edhe ata duhet ndryshojnë në kuptimin që
ka nevojë, duhet kënë shumë kujdes nga borxhet. Kjo është interesante. Sepse ka një teori që borxhet janë si dinamiti. Sa më shumë rriten, aq më shumë dëmtojnë. Ka një nivel. Dhe ka studime, ka studime që një familje që të ketë shëndet financiar dhe të mos jetë në krizë, duhet të përdorë 30% të ardhurat të tyre të përbashkëta si këst. Qofse kësti kredisë është nga 1/3 dhe poshtë, pastaj janë pasigurit mund të mbasësh vendin e punës, se ti bën. Kështu që duhet patjetër të përmirësosh kushtet, por mos na ndosi me krizën e 2008-s ku shqiptarët në Amerikë pas një njohuri financiare shisin një shtëpi, blinin një shtëpi 400 milion, rrite çmimi nga e qartë. Është normalizuar shumë kjo kredimarrja në Shqipëri. Dhe është një gjë që të gjithë e quajnë si ose kredi edhe për ata bizneset e vegjël, gjithë jetojnë me kredi, gjë shumë familjar. Është vërtet kaq normale kjo? Jo, shiko. E para dhe mbi të gjitha, bankat janë ndërmjesit më të mirë për t'i marrë kursimet tona për t'i futur në ekonomi. Për biznesin dhe për individët. Dhe parimi bazë është që bankat duhet të zgjedhin bizneset më të suksesshme dhe individët që shlyejnë kredin. Dhe kjo është kontributi i suksesshëm i bankave në ekonominë e një vendi. Nga ana tjetër, bankat kanë një fenomen që i themi ne hazard moral, domethënë siguria mua më siguron shteti dhe bëjnë keq menaxhim të bankave. Për mua e kam thënë, pasi se shumë bankierë, sidomos ta të huajt, që konsiderojmë kështu vend rehatie Shqipërinë, bankat në Shqipëri më shumë shesin kredi se sa japin kredi. Ku është dallimi? Si ta kuptojmë, po. Kur ju blini këtë shishen me ujë, ai të thotë malli që bleve nuk kthehet. Po. Kur ti merr një kredi, ai thotë malli jo do kthehet se s'bën. Dhe jo vetëm do kthehet, do paguash edhe interesat. Për shembull, ka njerëz që gëzojnë kur banka i thotë që ke 2 vjet periudha grejs, mos pagu kredin. Banka përfiton, sepse banka nuk të falë ty interesin, bile të merr interesin e vitin e parë, dhe vitin e dytë të merr dhe interesin dhe intereset e tjera. Kështu që studioni mirë situatën ku por ama mund të jep një lloj lehtësie apo banka asnjëherë nuk të jep një lehtësi. Jo. Nga të gjitha burimet financiare, për cilët njerëzit mund të kemë më pak stres në qoftë se e bëjnë kontratën të kujdesshme dhe respektojnë atë. Që nuk i lexon njëri kontratën. Po janë parat e bankave, se janë institucione financiare të krijuara për atë qëllim. Dhe kanë kosto më të ulët se të tjera, se do veshte mikrokredia kosto më lart. Eksakt. Këshilla juaj për këto institucionet jo bankare kreditdhënëse, cila është? Unë besoj që ata kanë hyrë në një fazë mbikëqyrëse, por unë do t'i lutesh çdo individi që kur merr një kredi ai të shtrenjtë ta mendoj mirë. Jam kundër këtyre çunave dhe gocave të përgëdhelura që duan smartphone-in e fundit në kurisë të prindve të tyre. Se se shlojnë dot dhe pastaj siç e pam dhe me historinë e grumbullimit të borxheve të këqija, duhet ta paguaj babai. Dhe kishte raste që ti kishe marrë 5 milion lekë kredi, shtëpia bën 250 dhe ai ta bllokonte të gjithën. Edhe ti hyn është një lak. Është një fenomen shqiptar? Jo, janë kudo. Janë kudo dhe janë agresive. Bile këta të institucione financiare jo bankare quhen kështu peshkaqën. Janë pa shpirt. Po, normal, sepse nuk kanë më jo, sepse limite për të dhe ata që i kanë marrë në punë, i kanë marrë me normë. Domethënë ti duhet shesësh kaq që të marrësh një shpërblim më të mirë. Nëse nuk e shet, unë të ty marrë një tjetër. Domethënë favorizohet sasia edhe në kurisë të cilësisë. Nëse do të marrësh një kredi sot, është mirë ta marrësh në euro apo në lekë? Ka një rregull të përgjithshëm. Borxhet do t'i kesh në monedhën që ke të ardhurat. Pra, e ke rrogën euro në euro. Në euro. E ke në lekë në lekë. Se nëse ti e ke borxhin euro, të ardhurat i ke në lekë, ne kemi pas kurs këmbimit të euros nga 1.140 dhe nga 1.98. Po pse shumica e bankave kreditojnë në euro? Apo nuk është? Shikoj, kreditojnë për një arsye, se ata kanë rezerva në euro dhe thotë unë dua t'i përdor. Por vendimin përfundimtar me Huamarse nuk e marr. Ai është zgjedhja e tij. Po. Është zgjedhja fundore ai që është e tij. Dhe zbatojnë këtë rregull se kurset e këmbimit ndryshojnë shpesh, ne s'kemi asnjë ndikim tek këto, është vetëm faktor i jashtëm. Çfarë do ndodh në parashikimet përgjithshme me euron? Shiko, Europa është në një ekonomi të dobët dhe me borxhe të mëdha. Dhe vendet si Italia, Greqia dhe të tjerë janë favorizuar nga kosto e ulët e paras artificialisht që bën Banka Qendrore Evropiane. Për t'i ndihmuar se po rrit kosto e borxhit, Italia mbaron, do shkojë si Greqia me atë. Do ketë rënjet
apo më keq të mëtejshme, vështirë. Unë besoj janë zhvillimet gjeopolitike, po thelbi do jetë që një euro e dobët, Po. si piknisje këta e përdorin si një mundësi mos ta lënë ekonominë të shkojë më keq. Por që ndryshmimin e ekonomisë e përcakton produktiviteti dhe konkurenca. Do t'ju pyes edhe për një çështje që po ngjall shumë interes kohët e fundit për investimin në blerjen e apartamenteve apo në çmimet e tyre. Ka një prognozë apo një parashikim ekonomik çfarë pritet ndodh me të? Unë them që institucionet përkatëse duhet bëjnë studime dhe të paralajmërojnë. Cili është shqetësimi im? Po. Me luftën që po bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër drogës nga Amerika Latine, ku shqiptarët morën drogën, po deshtë me edhe pushtetin politik, atje të përcaktojnë kush do fitonte, me faktin që në Shqipëri është një ekip shumë i madh i DEA-s për luftën kundër drogës, do të vinë duke rënë burimet nga paraja kriminale. Po, dhe rrjedhimisht Edhe për një fakt tjetër që shqiptarët janë qytetëzuar me përdorimin e parave kriminale dhe gjejnë shtete që janë më fleksibël se ne, se atje masje paras kriminale nuk e kërcënon shteti. Këtu problemi është që kërcënon shteti. Dhe nëse bie kërkesa do bien çmimet. Kështu që në terma afatgjat, Në terma afatgjat, pra në 4-5 vitet e ardhshme, apo 5 vjeçare në ardhshme. Ka një debat. Atëherë e vendosim kështu situata, se dua ta Po ne ekonomistët nuk i themi kështu. E di, po nëse dikush është duke të ndjekur dhe do të blejë një shtëpi, të investojnë në blerjen e apartamente. Po. Është ky moment i dur? Në qoftë se e ka shtëpi të parë, do krahasoj kostot me këstin. Po. Nuk është momenti i dur se çmimet janë të larta. Po. Për këta që janë familje të reja, Po. duhet përgatiten që të vojnë pak shpirtërisht në kuptimin e mirë të fjalës. Nuk ka pse të kërkoj qendra për rreth asaj. Në botë blejnë shtëpi aty ku shkon e ku rrudha transporti urban dhe që janë sa më larg sepse bie kostu. Dhe në një zhvillim të 10 vjeçar ajo është më integruar. Dolet në fakt ka një tendencë që të gjithë duan të jetojnë në qendra shumë të zhvilluara urbane duket me sistemin e ri të taksimit që po bën qeveria që për banesat që unë nuk jam plotësisht dakord. Një pjesë e mirë e tyre do t'i lënë, jo se do i shesin dhe do gjejnë një mundësi tjetër. Po për çiftet e reja kanë këtë. Kur janë në kushte të fillestare, mos të kërkojnë komoditet jashtë mundësive reale të tyre. Duhet një kryeministër të jetë një njohës i mirë ekonomisë? Unë besoj që për të qenë një shtetar i mirë, po, nga gjithë provaja ime 40 vjeçare, e para është ta duash të vënë me shpirt, e dyta të përkushtohesh thellësisht profesionalisht, e treta të mos tregtosh integritetin tënd dhe të shtetit tënd. Te kjo e treta gishti shkon keq, kështu që nuk po tregoj. Ishte kënaqësi që të kisha në këtë bisedë të përmbledhur në fakt, por për disa çështje që donin të diskutohen me ju. Shumë faleminderit. Faleminderit. And blonde, dreamy in the city, when Tirana doesn't sleep, late night